Sot hapen aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë dhe sipas ministrit Andi Salla deri tani janë regjistruar rreth 5.000 kërkesa për të përfituar dhe kjo shifër po shtohet vazhdimisht. Në konferencë ministri foli edhe për modelin e shoqërive të bashkëpunimit bujqësor, që sipas tij është fuqizuar në 26 bashki. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias ka mbërritur në Tiranë ku do të takohet me kryeministrin Edi Rama. Takimi është parashikuar edhe me ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi si dhe me kryepeshkopin Joan. Kjo vizitë pritet të sjellë në vëmendje çështje dypalçe ende të pasgjidhura siç është çështja e detit e mbetur pezull prej gati 6 vitesh. Gjykata e posaçme kthen për plotësime timesh dosjen e Jonaid Myzyrit, ish kreut prokurimeve publike për të cilin SPAK kërkoi pushimin e çështjes. Togat e zeza i lanë 45 ditë kohë prokurorisë të kryej veprime shtesë hetimore, përfshirë një akt ekspertimi. Myzyri u mori pandehur për shkeljet barazisë në tendera dhe pas rreth një viti SPAK deklaroi se ish zyrtari nuk rezulton ta ketë kryer veprën penale. Një aksident tragjik u regjistrua këtë mëngjes në fshatin Mengël të Elbasanit, ku në rrugën Elbasan Librazh një fëmijë 7 vjeç u përplas për vdekje nga një automjet që drejtohej nga regjisori dhe producenti Petri Bozo. Report Televizion mëson se i mituri bashkë me nënën e tij po përcillnin motrën për në shkollë dhe kur po ktheheshin në shtëpi ka ndodhur edhe përplasja. Shkolla ndodhet ngjitur me aksin nacional.